Biblioteka e Tetovës Koqo Racin këtë javë shënon 80 vjetorin e themelimit, një institucion që ka qenë për dekada me radhë shtyllë e dijes, leximet dhe kulturës në qytet. Për të folur më gjërësisht mbi këtë rrugtim, mbi aktivitetet organizuara në kuadër të jubileut dhe mbi sfidat e bibliotekës në kohën e transformimit digital, në studio kam drejtorin e Bibliotekës Koqo Racin, zoti Binas Pajaziti. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Është kënaqësi që ta shënojmë edhe këtë jubilej së bashku, sepse 80 vite vërtet nuk janë pak për jetë institucionale. Çfarë përfaqëson ky jubilej për ju personalisht dhe për Bibliotekën e Tetovës, por edhe për komunitetin atje? Biblioteka e Tetovës është një institucion shumë i rëndësishëm, kulturor, arsimor, edukativ, i cili këtë vit shënon për vjetorin e dekadës së 8 të themelimit të saj dhe kuptohet nga zanafillat deri në ditët e sotit ka qenë një rrugëtim për gjithë të punësuarit ndër vite në bibliotek, ka qenë një rrugëtim për plot sfida, për plot emocione, dije, përpjekje për të ofruar kushte sa më të mira për të rinjt, për të ofruar tituj sa më të ri dhe për të qenë në krye të detyrës fundit. Për mua personalisht, them kështu, më qëlloj fatit jem ushtrues, mendoj drejtor në këtë periudhë të këtij jubileut 8 dhe gjithsesi është një kënaqësi e veçantë, mbi gjitha është një nder i veçantë. Për institucionin po ashtu është një krenari, një mburje për gjithë historikun, për gjithë kulturën, traditën, e cila në vete biblioteka ka kaluar të gjitha brezat e ndryshëm, mira lexuesi që kanë kaluar, intelektual të ndryshëm. Kuptohet që në zanafillën e saj, edhe në rrugëtimin e saj, po edhe në ditët e sodit, në ajo misioni sublimi bibliotekës që të ofroj librat e dijes, kulturës, leximit, ka qenë edhe ai kohezioni intersocial që në zanafill deri në ditët e sotit i ka gërshetuar të gjithat diversitet kulturor, themi, të gjitha etnive që kanë jetuar dhe që jetojnë aktualisht në Tetovë. Qartë, dua të ndalemi pak tek historiku, dua të di, dua në fakt na përshkruani edhe rrugtimin e bibliotekës nga themelimi 80 vite më herët e deri më sot. Ta bëjmë atë komparacionin 7 dekada më herët e deri në këtë dekadën e fundit. Në zyrtarisht, do të thënë në mënyrë institucionale, biblioteka ka filluar të funksionoj në vitin 1945 në kuadër të komisariatit të arsimit të atëhershëm. Mirë po, rënjët e para, përpjekjet e para janë bërë nga rinia tetovare në vitin 1922, klubi i rinis tetovare. Pastaj kemi edhe përpjekjet e para, po ashtu janë bërë në manastirin e Leshkës, nga shkrimtari i njohur Kiril Beqinović, që ka bërë bazat e para të themelimit të bibliotekës në kuadër të manastirit të Leshkës. Pastaj kemi edhe bibliotekën në kuadër të Arabati Babateqes, e cila kalon ndoshkrimin në gjuhën arabe, turke, shqipe. Dhe gërshetimi i të trija këtyre elementeve, edhe të rinis tetovare, edhe të përpjekjeve të iniciativave të patriotëve, dashamirësve të artit, kulturës të qytetit të Tetovës, vitin 1945 është themeluar në kuadër të komisariatit të arsimit. Pastaj një kohë të gjatë ka pasur ato sfidat e hapësirës o objektit, ka qenë një diku 30 vite në shtëpinë e një Maqedonasi, Mato Simoski Qento, i cili ka qenë deri në vitin 2002. Nga viti 2002, ai objekti është rikthyer familjes dhe biblioteka është zhvendosur në kuadër të Pallatit të Kulturës. Në vitin 2023 ka pësuar një zhvendosje tjetër nga njëri kënd ku ka qenë ose ku është më saktë sot Europe House, është në anën tjetër të Pallatit Kulturës, i kemi një hapësirë prej 160 metra, po themi parafërsisht metër katror, kemi disa hapësira ndihmëse shtesë dhe jemi në
pritje gati 10 vjeçare të objektit të ri që pritet të ndërtohet. Urojmë që politika të ketë më shumë vëmendje në të ardhmen për një kohë relativisht shkurtër, mos them, po të mesme, të paktën të arrijmë të dalim në objektin e ri dhe atëherë të jemi me kapacitetin dhe mundësinë e plot të cilën biblioteka e ka si mision, e ka si detyrë dhe si obligim që të mundemi ta jap. Kjo nuk do të thotë se në këtë periudhë nuk kemi dhënë, përkundrazi, kemi bërë çmos, domethënë stafi në përgjithësi ka bërë detyrat, obligimet, punët edhe jashtë mundësive që ka ofruar hapësira fizike themi e objektit aktual, po edhe më herët. Qartë. Po besoj që kjo do të thotë që edhe pse në një objekt të vjetër dhe jo kryesisht të ri, ashtu siç është planifikuar edhe shumë vite më herët, mendoj që nuk kanë munguar titujt në këtë biblioteka. Asesi, që në zanafillën e saj, ne vazhdimisht nga vitin 1945 deri më sot, biblioteka vazhdimisht është furnizuar me tituj të ri, me materiale në formë të donacioneve, në formë të mjeteve që i ka siguruar nëpërmjet qeverisë dhe ministrisë, më saktë është furnizuar vazhdimisht me tituj. Penalizimi qëndron në atë se ne nuk mund të bëjmë atë maksimumin e asaj që kemi mbase si vizion, si koncept dhe si punë që mund të bëjmë. Për shembull projekte brenda saj. Projektet në përgjithësi janë realizuar në maksimum, do të thonë edhe sipas ligjit ne planifikojmë projektet për vitin e ardhshëm që vjen, pastaj aplikojmë në kuadër të ministrisë dhe ato projekte ne i realizojmë me lexues të kategorive dhe grup moshave të ndryshme. Vitin e kaluar për shembull në këtë vit që po e lëm 2025 kanë qenë të parapara 11 projekte të miratuara, do të thënë nga Ministria e Kulturës, i kemi shtuar edhe disa projekte tjera. Këtë vit kemi dorëzuar në Ministri aplikimin për 20 projekte, do të thënë kemi rritë volumin e punës. Dhe ideja dhe qëllimi i gjithë këtyre projekteve është të jemi në hap me kohën, të furnizohemi me titujt e duhur, të prekim të gjitha kategoritë e lexuesve, grup moshat nga më të vegjëlit, për shembull në çerdhe, nëpërmjet punëtorive, aktiviteteve të ndryshme të nxisim ndjenjen e dashurisë tek libri, nëpërmjet punëtorive, vizatimit, leximit të prallave. Pastaj kemi projekte të tjera të cilët prekin të zëmë ciklin e ullës të shkollave fillore. Pastaj ciklin e lartë të shkollave fillore, kemi projekte klubin e lexuesve të zëmë për shkollat e mesme. Kemi pas projekte të cilat në formë multimediale, nëse mund të themi. Ideja ka qenë që t'i përfshim lexuesit në moshë më të thyer edhe më të rinjt dhe kemi gërshetuar gjithnjë këto elemente që të prekim të gjithë atë kategori që të qytetarëve të ri, grup moshat të mesme, por edhe grup moshat më të thyera në moshë, të cilët të ndjejnë dhe ta gjejnë vetveten në atë që kërkojnë për të lexuar, për të relaksuar, për të shkathësuar në aspektin e njohurive nëpërmjet librave, nëpërmjet leximit. Zoti Pajaziti, më intereson edhe se si ka ndryshuar roli i bibliotekës në shoqëri, në komunitetin e Tetovës brenda këtyre 8 dekadave. Sa ka ndryshuar dëshira e leximit nga këta të rinj dhe nga moshat që kanë qenë më herët pjesë të bibliotekës? Unë vazhdimisht e them dëshira, pasioni për të lexuar, normal që çdo vit dhe çdo herë është shtuar, sepse në qoftë se marrim para 8 dekadave, ta zëmë viti 1945 ose 50, niveli i leximit ka qenë shumë më i ulët në krahasim me sot. Kjo asgjë diskutohet, sepse atëherë kemi pas shumë më pak institucione arsimore e kulturore, veçanërisht në Tetovë, ta zëmë edhe në rrethin, por në sot, në kohën kur jemi sot, kjo dukshëm ka ndryshuar. Tetova sot ka 7 shkolla të mesme, ka 11 shkolla fillore, ka 2 universitete, ka fshatrat përreth që janë të shkollave fillore dhe kjo i jep një mundësi dhe një hapësirë shumë të madhe bibliotekës. Hapësirë kjo e cila potencialisht duhet të ketë një numër shumë të madh të lexuesve, studiuesve, studentëve dhe gjithë atyre që
merren me sferën e kulturës, artit, historisë, traditës, folklorit dhe gjithë shka që ofron. Pra nga e kaluara deri në sot, gjithsesi biblioteka ka një rrugtim shumë të pasur. Nga viti 1945 deri më sot ka arkivuar në mënyrë sistematike shtypin periodik dhe ditor të revistave dhe gazetave të kohës, gazetës Flaka, siç patëm edhe promovimin, po, edhe të gazetave të tjera, Nova Makedonia, për shembull, Veçer, edhe sot e kësaj dite, Slobodën Pečat, Koha, Lajmin, ne vazhdojmë edhe sot e kësaj dite që ti arkivojmë dhe ti ruajmë ato si pjesë e asaj detyrës dhe obligimit edhe institucional, po edhe shoqëror. Po nëse flasim për dekadën e fundit në interesimin e leximit, ku na ka kapluar teknologjia dhe digitalizimi? Çështja e zhvillimit teknologjik, rrjeteve sociale dhe shumë elementeve të tjera është një trend botëror, jo vetëm i Tetovës ose banorëve të saj. Në qoftë se i krahasojmë për shembull me biblioteka tjera, ne fatmirësisht qëndrojmë shumë mirë në aspektin e interesit të leximit. Vitin 2023 biblioteka e Tetovës është shpallur biblioteka e vitit në nivel republikan për shkak të numrit të lexuesve që ajo ka pasur, ka lexues aktiv, domethënë ai numër varion dhe lëvizën, po diku 5000 sillet. Pra 4.800, 900, 5.000 ka mbret kulminacionin në vitin 2023 dhe ky numër është i kënaqshëm dhe është për të përshëndetur madje në një kohë kur vetëm ulet numri i lexuesve. Është shumë e vërtet, mirë, po nëse i marrim këto parametra tjerë për të cilët folëm, ka universitetet, nxënësit e shkollave të mesme, shkollave fillore të qytetit dhe përreth, ka një potencial shumë të madh që duhet të ketë një rritje dhe një numër shumë të madh. Mirë, po sfida dhe ky është ajo që ne synojmë nëpërmjet projekteve ta prekim. Pra njëkohësisht të sensibilizojmë nëpërmjet klubit të debatit, nëpërmjet poezive të cilat kanë karakter garues, kompeticion garues, të nxitim të rinj të jenë kreativ në kuptimin të shprehin imagjinatën e tyre nëpërmjet shkrimeve, poezive, prozave. Pra sadopak ti largojmë prej asaj botës teknologjike dhe në anën tjetër teknologjia ka edhe ato përparësitë e veta, për shembull. Ne jemi pjesë e platformës digjitale që punën e bibliotekës e lehtëson shumë. Platforma Kobis ka të gjithë procesin nga regjistrimi i librit deri në huazimi, kthimin e tjerë, ka gjithë në formë të digitalizuar dhe ne jemi pjesë e kësaj nga viti 2003 dhe kjo na jep një lehtësim shumë të madh në punën që ne bëjmë. Në kuadër të digitalizimit, ajo për shembull jep programi vetë mban statistika të gjinisë, moshave, etnive, të gjitha në aspekti interesit të lexuesve dhe jo rastisht jemi shpall 2023, do thënë vetë sistemi e përcakton mbi bazën e asaj që evidenton çdo aktivitet që kryhet në kuadër të bibliotekës. Në këtë drejtim, nga koha që unë jam drejtor, i kam vënë vetes si synim dhe si sfidë çështjen e digitalizimit të librave, teksteve dhe gazetave të vjetra. Kemi arritur të sigurojmë një pajisje për skanim digital. Jemi në procese sipër në vitin e ardhshëm të sigurojmë edhe një pajisje tjetër. Kjo është sfidë në vete për shkak se për të punuar në mënyrë profesionale, veçanërisht të skanojmë dokumente, tekste dhe librat e vjetra, kërkon hapësirë shtesë dhe neve pak na penalizon çështja e hapësirës, po nga muaji mars kemi ato projektet dhe hapat tonë të cilët duhet t'i ndjekim. Hapin e parë kemi bërë, është një proces i cili nuk është i lehtë, nuk është i kollajshëm, don kohë. Po gjithsesi ne hapin e parë do ta bëjmë dhe do të vazhdojmë në të ardhmen të punojmë rreth kësaj. Me rëndësi është që stafi i bibliotekës ka pasion, ka dëshirë, ka një vullnet të mirë, po. Ka vullnet, janë njohës të mirë të punës, kjo që është më e rëndësishme, pra resurset njerëzore janë shumë të rëndësishme për një punë të suksesshme dhe kjo është ajo përparësia që e ka
biblioteka. Besoj se të tjera dal nga dal do të arrim të zgjidhim dhe të arrim atij qëllimit të paktën libra që janë më të rrezikuara, më të vjetra, të arrim të digitalizojmë dhe të kenë qasje pastaj më të lehtë dhe lezuese. Për nder të 80 vjetorit, biblioteka ka përgatitur një agjendë të pasur aktivitetesh. Çfarë përfshihet në këto aktivitete? Këtu kemi parapat 3 aktivitete kryesore. Një është një debat, një panel diskutimi me grup moshat e mesme. Kemi dashur të përfshijm profesor të gjuhës, psikolog dhe një bibliotekist, është profesor Xhelal Zejneli, me përvojë në sferën e letërsisë, psikologe Nora Kasa dhe bibliotekistja Elmedina Abdullahu nga Universiteti i Evropës Juglindore. Pra ideja është tradita e leximit në të kaluarën të trajtohet si temë, rëndësia që përcjell, mesazhi, porosia që përcjellin veprat artistike dhe rikthimi i leximit, pse është e rëndësishme pra të lexojmë, të trajtohet në aspektin psikologjik, rëndësia që ka leximi në aspektin kognitiv tek fëmijët e vegjël, si e nxit ajo imagjinatën, si e nxit fantazinë e cila çon drejt shkatësive jetësore në një moshë që pason në të ardhmen, dhe panelistja e tretë e kemi për qëllim të trajtojmë sfidat e digitalizimit në aspektin institucional, por edhe të lexuesve. Pra si ta bëjmë librin më praktik, më të thjeshtë, më të kapshëm, pra edhe në trendin të cilit ne nuk mund t'i ikim, po ta shfrytëzojmë. Pra kemi sot aplikacione të cilat për shembull mund të skanohet libri, fletët e librit, dhe ti duke vozitur për shembull mund të lexoj komplet librin ose një roman. Pra këto janë ato sfidat të cilat ne pretendojmë, ose nëpërmjet antarësimit në bibliotekë, ne kemi aplikacione. Thjesht anën pozitive të digitalizimit. Po, patjetër. Po çdo shpikje ka anët pozitive dhe negative, ne mundohemi t'i ofrojmë dhe t'i vetëdijsojmë të rinjt veçanërisht për mundësitë, sepse shumica edhe nuk e dinë. Tash normal joshja e rrjeteve sociale, më shumë këto trendet budallalliqeve të tipit Big Brother, për shembull, janë më tërheqëse se sa leximi i një librit. Mirë po, leximi i një librit ka ato përparësitë e veta, gjitha këto tjera që janë afatshkurt. Të paktën përfiton diçka, ndërsa nga ato antivlera nuk mund të përfitosh asgjë. Përveç kësaj, pastaj kemi një ekspozitë të cilën e kemi titulluar Biblioteka ndër vite, do ta kemi në hyrje të Pallatit të Kulturës, dhe ideja është që të gjithë punën 8 dekadëshe në formë të fotografive, librave të vjetër, aktiviteteve të ndryshme që janë bërë, ta ekspozojmë nëpërmjet posterave në bazë të sektorëve siç e kemi. Është diçka gati deri më tani? Po, jemi gati të ejnëten në ora 5 e kemi panelin e diskutimit në Europe House. Nesër. Për shkak të hapësirave kuptohet, dhe pastaj vazhdojmë më një herë tek Pallati i Kulturës. Kjo ekspozit ka për qëllim pra të konkretizojnë në aspektin vizual të gjitha të punë mund që është bërë, duke do të ekspozojmë libra të vjetër që ne kemi, gazetat të ndryshme të cilat i kemi që janë shumë të ralla, dokumentet e vjetra që posedojmë, pra do të bëjmë një ekspozit në mënyrën manuale, kartotekën dhe gjithçka tjetër, si ka qenë domethënë ndër vite, dhe pastaj në datën 19 e kemi edhe Akademinë Solemne, e cila ka për qëllim të faleminderoj në shenjë respektit të kësaj periudhe 8 dekadëshe, të faleminderoj të gjithë ato të cilët kanë dhënë kontribut në mënyrë simbolike me mirënjohje, një program artistik, edhe kjo është në datën 19. Në çfarë ore? Në datën 19 në ora 7 në Hotel Merkur. Mendova se është në Pallatin e Kulturës. Jo, në Hotel Merkur e kemi. Do të jetë edhe thirrja publike, besoj, për gjithë ata që duan. E kemi në faqen e Facebookut, i kemi shpërndarë të gjitha aktivitetet dhe
gjithë secili që ka interesim mund të merr pjesë. Patjetër, janë 3 aktivitete, me secila me peshën e vet të mirë dhe fitimpruese për të gjithë ata që duhet të jenë pjesë e këtyre aktiviteteve. Ne kemi pas, ashtu siç përmenda, shumë projekte gjatë vitit, nuk i kemi grumbulluar në këtë fazë me qëllim që të jemi më të lirë dhe të kemi hapësirë, përndryshe thash kemi realizuar diku 15 projekte gjatë gjithë vitit. Pra është një background shumë i pasur, një aktivitet shumë i ngjeshur vjetor dhe kjo do të jetë qershia mbitor të gjithë këtyre aktiviteteve. Vitin e ardhshëm kemi parapas, thash, diku 20 projekte, për herë të parë kemi aplikuar për një konferencë ndërshtetërore dhe ndërshtetërore, ta sfidojmë veten edhe në këtë aspekt. Që do të mbahet të ne, ose? Në Tetov do të mbahet. Nëse do të realizohet, ne kemi bërë si projekt, si koncept, kemi aplikuar dhe do të presim të shohim prej Ministrisë Kulturës, do të realizohet apo jo. Sa do të mirahet? Pra, do të jetë hera e parë dhe kemi edhe shumë projekte të tjera, kemi ide plot, sfida kemi plot, energji kemi dhe na mbetet vetëm t'i bëjmë punën që duhet në këto rrethana që jemi. Nëse do të dalim në hapësirën e re, atëherë do të ishte edhe ideale të themi, atëherë do të kemi hapësirë, nuk do të bredim shumë kështu në për institucionet të ndryshme, por do të jemi gjithë hapësirat do t'i kemi në objektin e ri dhe shpresoj që ajo të ndodhë sa më shpejt. Sa më shpejt për të mirën e të gjithë të rinjeve të paktën, sepse ata të vjetrit më vetë se e kanë shijuar, doja të thoja të gjitha, pothuaj se shumicën e titujve të bibliotekës të Tetovës, unë e di që në Tetov ka shumë akademik studiues që kanë lexuar dhe që e kanë sfiduar veten dhe që janë të njohur tani për punën e tyre të përkryer që e kanë bërë. Çështja e leximit është e pafundme. Ne kemi për shembull Konicën, mendoj Fanolin në moshë të thyer u bë doktor i muzikës. Kjo nuk një moshë dhe lexues të rregullt i kemi edhe ata që janë pensioner, i kemi edhe ata që kanë interes edhe të rinjt, edhe do të thonë të gjitha grup moshave pa përjashtim mbas të kërkesave që ka, mbas të titujve që kërkohen, ne vazhdimisht updatohemi çdo vit me tituj të ri, lektyrat shkollore, do të thoni kemi standard edhe për shkollat fillore dhe për të mesmet, në të trija gjuhët, pra kemi materiale në gjuhën shqipe, maqedone, serbo-kroate, në gjuhën angleze, në gjuhën frenge, dhe kështu që gjithë ato që kanë interesim, po çështja e leximores është hapësira, problemi kryesor. Çështja e hapësirës multimediale të zënë është një problem real. Ose edhe hapësira e restaurimit të librit. Ne kemi biblioteka me të cilat ne kemi bë vizita, bashkëpunime dhe shohim kushtet që duhet t'i ketë një biblioteka. Do kanë kështu laborator për restaurimin e teksteve të dëmtuara, me përkujdesje maksimale, sepse është një pasuri shpirtërore, kulturore, e papërsëritshme dhe me një vlerë të jashtëzakonshme, po fatkeqësia thash është ne i kemi ashtu si i kemi, të mundohemi të paktën nëpërmjet procesit të digitalizimit, t'i skanojmë ato dhe atëherë besoj se do t'i arrijmë qëllimin të paktën t'i shpëtojmë. Zoti Pajaziti, meqense jemi në minutën e fundit, ne këtu duhet ta përmbyllim duke uruar 80 vjetorin e themelimit, duke uruar edhe shumë jetëgjatësi bibliotekës Tetovës, urojmë që edhe 100 vjetorin, nëse jo me mua, me gazetarët e tjera ta festojmë së bashku. Unë të uroj shumë suksese juve si drejtues tani më i kësaj bibliotekës dhe urojmë që sa më shpejt të vim edhe në objektin e ri, sa më shpejt të bëhet. Faleminderit shumë për ftesën, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe juve.